Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për pjatë të dytë të përgatisni mish qengji në birë. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona ju nevojiten këto prodhime: 1 kofsh qengji, 650 ml birë, 2 salcice, 100 g salam, 150 g mish i grirë, 50 g gjalp, 2 karota, 4 patate, 1 kokë qep, 5 thelpinj hudhër, 2 feta buke të zezë, 1 kub supe gatshme, gjysmë lugë kopër, gjysmë lugë rozmarin, gjysmë lugë karafil, 4 gjethe dafine, vaj, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e këtij specialiteti është 2 orë. Kofshës së qengjit ja largojmë kockat dhe pjesët e yndyrshme. E presim mishin për të fituar një sipërfaqe të rrafsht. I rrahi me çekiç shtruri. Hedhim krip, dhe grim piper të zi. E mbështjellim mishin në formë roleje dhe e vëmë në pjatë. Grim qepën. Karotat i presim në copë të imta. Edhe salcicet i presim në copë të imta. Në copë presim edhe sallamin. Grim hudhrën. Fetat e bukës i presim në kube. Në endë të thellë vëmë mishin e grirë. Hedhim krip dhe grim piper të zi. Shtojmë sallamin
hudrën, qepën, karotat, dhe salçiçet. Hedhim gjalpin në tiganin në zjarr. Në tenxhere hedhim ujë. Tenxheren e vëmë në zjarr. Shtojmë kubin e supës së gatshme. Në tigan shtojmë vaj. Në yndyrën e nxehtë skuqim copët e bukës. Pasi skuqet buka, heqim tiganin nga zjarri. Bukën e vëmë në pjatë. Kthejmë tiganin në zjarr. Shtojmë gjalp dhe hedhim vaj. Shpalosim rolen e mishit. Sipër, vëmë përmbajtjen nga ena e thellë. Sipër hedhim copët e bukës. Hedhim kopër. Rozmarin. Karafil. Dhe gjethet e dafinës. Sipër hedhim yndyrën e nxehtë nga tigani. Mishin e mbështjellim në formë roleje. E lidhim rolen me pe kuzhine. Në tavë hedhim vaj. Vëm rolen në tavë. Sipër hedhim birrën. Në tavë hedhim edhe supën. E vëm tavën në furr. Pjekim 9-10 minuta në temperaturë 200 gradë. Nxjerrim tavën nga furra. Nxjerrim rolen nga tava. Lëngun nga tava në përkulloj se derdhim në tiganin në zjarr. Në tigan shtoj miell, përziej me tel kuzhine. Pasi salca fiton densine duhur, heqim tiganin nga zjarri. Salcën e kullojmë në përkullojse në tenxhere.
rolesi ja largojmë perin e kushinës. E presim në copë. Copët e roles i rendisim në pjatën për servirje, të zbukuruar me një gjetë sallate jeshile. Patatet e zjera të paqëruara i presim për gjysmë. I vëmë në pjatën për servirje. Si për patateve hedhim parmezan. Si për copëve të roles hedhim salcë. Zbukurojmë me deg majdanozi France. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e kuqe e cilësore merlot me ngjyrë rubinit kuq dhe me aromë të rushit të tej pjekur, mjaltit dhe të një përbërje të frutave të malit të karamelizuara. Serviret në temperaturë prej 16 deri në 18 gradë. Ju bëftë mirë!